Me këtë dalje publike dua të falenderoj çdo qytetar të Vlorës e të Selenicës. Dua të falenderoj çdo anëtare simpatizant të Partisë Demokratike, çdo anëtare simpatizant të partive aleate të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Dua të falenderoj gjithashtu drejtuesit e degëve Vlora Selenicë, kryesit dhe grup seksionet e këtyre degëve. Dua të falenderoj po ashtu stafet e kandidatëve dhe çdo kandidat në veçanti për përkushtimin dhe punën e palodhur të kryer për organizimin e këtij mitingu madhështor. Siç e dini, mitingu i dieshëm ishte madhështor dhe ishte me pjesëmarrjen e liderit të koalicionit, doktor profesor Sali Berishës dhe të liderëve të partive aleate. Ai që entuziast dhe prezantoi kandidatët dhe shpalosi programin ton. Programi ynë është çelësi që hap çdo derë e që do trokas në zemrën e çdo vlonjati e shqiptari. Përcjell gjithashtu falënderimet e përzemërta të drejtuesit politik të Qakut Vlorë, zotit Bujar Leskaj, i cili për një arsye objektive nuk ndodhet sot këtu. Edhe një herë faleminderit të gjithëve.